edhe Donik, po më dëgjon? Po, Amer, përshëndetje. Sonte do transmetohet në të 7 epizodi i dytë i podcastit tënd, që vjen me një mysafir e cila prej kohësh nuk është paraqitur në intervista. Në këto intervistat e gjata dhe për të folur më shumë. Kështu që na zbulë pak detaje më shumë për këtë bisedë sonte. Amer, sonte do t'jetë mysafire imja, mikja ime e mirë, Leonora Jakupi. Së pari kërkoj falje që në këtë paraqitje mirë, po telefonata ishte kështu e papritur. Do të flasim shumë rreth jetës, zhvillimit të saj, aktiviteteve, besa edhe për jetën e saj private, e cila deri më tani se ka bërë asnjëherë publike dhe për herë të parë bën publike në të 7 në emisionin Donik. Unë po dëgjoj vetëm këtu nga tash jemi në rregull. Donik, është epizodi 2. Çfarë përvoje është kjo? Po, apo na dëgjon? Alo. Po, ne po dëgjojmë shumë mirë, Donik. Amer, të kupi zani dhe nuk të dëgjova. Thash, është epizodi 2, dhe po du me ditë pak përvojën tonë në këtë rolin e prezentuesës dhe gazetarës. Si po duket? Ndoshta unë normal ta kisha bu një përmisem, nuk jam në rolin as gazetarës, as prezentuesës, po jam autore e emisionit. Derisa bën pyetje. Derisa i bën pyetjet është edhe ky roli i prezentuesës. Po gjithsesi në rregull jemi. Në secilin profesion do të thotë jam autore e emisionit. Aty zhvillojmë bashkëbisedime të ndryshme, çdo herë duke ndodhur përvojat e veta personale, do të thonë personazhe të ndryshme, gjëja që të lancojmë mesazhe pozitive tek njerëz, le të shohin edhe figura që paraqiten zakonisht të forta, në fund të ditës secili e bart atë petfum profesional, por në mbrëmje i heqim të gjithë dhe fund ditës jemi njerëz si të gjithë, pavarësisht përvojave tona që i kemi në përditshmëri. Kush është mysafiri i tretë nëse dëshiron me zbulu, apo jo? A shumë herët. Mysafirin e tretë pak po e lojmë më enigmatik, kështu që ta shohim. Nuk prizbulojmë tani të gjitha, po në emisionin tim shpresoj dhe besoj që do të ketë vetëm figura kualitative, figura që kanë lënë diçka në këtë shtet, kanë bërë për këtë shtet, sepse u mësuam të pam mos them njerëz antivlera dhe të quajnë vetëm VIP, se nuk pe kuptoj këtë terminologjinë që të na përdoret VIP pa as edhe një lloj backgroundi, ndërsa të e di që ne kemi njerëz shumë të mirëfillt, njerëz që me të vërtet punojnë në mënyrë më të dinjitetshme dhe janë ata që janë themelues e themelit të këtij shteti tonë. Kur flas për shtetin, flas për institucionet, flas për dijen, flas për shëndetësinë, arsimimin për gjitha. Donika, faleminderit për sot. Shikuesve ju mbetet ta shikojnë këtë episod me Leonora Jakupin. Do të kemi ndonjë rast në studio, sepse përfaqëson edhe shumë fusha të tjera, kështu që pse jo, të kemi në studio për tema tjera të rëndësishme. Amer, që ju çdo herë me kënaqësi, sidomos tani që jam pjesë të shtatshit, me kënaqësi më të madhe. Faleminderit. Donika, suksese edhe ndoshta shihemi së shpejti në studio.